Shpenzon $50.000 dhe mijëra orë punë për t'u argëtuar nën tokë, hap tunelin 30 metra të gjatë për t'u mbrojtur nga një grua 37 vjeçare e cila ka ndërtuar një sistem tuneli në shtëpinë e saj për më shumë se një vit. Është bërë sensacion viral në TikTok. Kala, me bazë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila nuk ka përvojë formale në inxhinieri, filloi projektin e pazakont në gusht të 2022-shit, që atëherë ajo ka shpenzuar $50.000 për krijimin e bunkerit 30 metra të gjatë dhe 22 metra të thellë, të cilin ajo synon ta përdorë si një streh gjatë stuhive. Kala, e cila tha se e mori përsipër ndërtimin për të mbajtur të preokupuar dhe argëtuar, tani është bërë e njohur në platformën e ndarjes së videove si vajza e tunelit dhe krenohet me më shumë se 332.000 ndjekës. Kala, e cila studioi biznes dhe financë, shpjegoi se si e filloi projektin duke gërmuar në murin e nën bodrumit të saj. Më pas ajo gdhendi në shkrimin e fortë dhe ndërtoi një ashensor për të ngritur mbeturinat në sipërfaqe. Ndërtuesja e vetë mësuar më pas vendosi qindra bloqe betoni, duke përdorur beton të përzier me dorë për të krijuar një tunel hyrje 30 metra. Në listën e saj ishte instalimi një kanali ajri dhe ventilimi dhe cimentimi i strukturës për të krijuar një tavan të harkuar. Duke folur për median për përfundimin e pothuajse të gjithë punës së vet, ajo tha: "Nuk më duhet shumë për të fituar një aftësi. Shpesh mund të mësoj aftësi vetëm duke marrë udhëzime minimale." Duke diskutuar për motivet, ajo tha: "Unë nuk do të thosha bunkierin e fundit të botës, sepse nuk jam e të vërtetë, nuk besoj dhe nuk jam e shqetësuar fare për këtë lloj gjëje, por thjesht mendova se do të ishte bukur të kisha si një mbrojtje të vogël zonë strehimi dhe kështu fillova të punoja për këtë. Dhe gjithashtu është një sfidë dhe unë jetoj për sfidat, më mban të preokupuar dhe më argëton", ka deklaruar ajo.